Kush e di si e kanë kaluar fundjavën çunat këtu, për sa kohë nisëm me një këngë kaq romantike. S'po e pyes fare, se po e paramendoj kështu vetë situatën në breg të detit, pas keni qenë çuna me qirin, kështu me aromë. Ju mi harxhoni ato qirin të aromatizues që kam unë aty me lule shtrydhe. Jam e sigurt i merrni dhe u bëni surpriza të dashurave lart e poshtë. Jam e sigurt për këtë të fundi. Gjithsesi me një këngë kështu shumë slow dhe shumë sensitive, ne nisëm fande edhe për ditën e sotme. Sigundur do të jemi bashkë gjatë gjithë javës, kështu që mos u shqetësoni, kemi 2 orëshin ton në çdo drek për ta shfrytzuar në maksimum kështu për të bërë qef, për të bërë gallat, prandaj jemi edhe në fan day. Tani unë me thënë drejtën, nuk është se ka qenë fundjavë e lezetshme, relativisht e lezetshme. Çfarë kam patur punë gjithë ditës, kështu që s'po them dhe s'po flas, madje jam marrë me ca ajo po detyra apo gjëra. Ndërsa të dielën e bëre një çik plazh, ëh, Fation, nuk u dogja si ti, se Fationi vjen për ditë kështu, domethënë mos e prek fare se është kuq nga kokët e këmbët, po këtë fundjavë pas ka qenë mirë. Tani e lëm pas shumë fundjavën për të nisur një javë që do të jetë me vap përgjithsisht, me këngë shumë treja madhëmendja, edhe me fan day për qefin tuaj. Unë sugjeroj gjithashtu që të na ndiqni në gjitha rrjetet tona sociale. Tani kam edhe një le të them një këshill që e kam marrë se fundjavë, duhet të sqaroj pak se si mund të votoni këngën tuaj të preferuar në këtë fundjavë, domethënë të premten e luajmë 10 këngët më të mira shqiptare për të parë dhe për të bërë pastaj një like Shqip Top 10. Është shumë e thjeshtë, na besoni. Mjaftoj që në Google ose atje lart të shkruajt linku, të shkruani intv.com/top10 edhe të votoni këngën, të klikoni mbi këngën tuaj të preferuar dhe kështu respektivisht shënohet dhe regjistrohet një vot kundrejt këngës që ju doni më shumë, po flasur për këngë shqiptare. Tani bëuni gati për një super mega fan day edhe në ditën e sotme, se përpos që kemi këngë shumë bukura dhe shumë treja. O Xhulia, unë na vendosësh pak biçikletën në sfond, sepse më në fund këngën e biçikletës të Shakirës që mua më pëlqen shumë, se më duket nga këto këngë që gjeneron pozitivitet, të mbush me pozitivitet mbi gjitha, që është shumë e rëndësishme. E kemi me klip, se e kemi dëgjuar të dëgjuar vetëm në versionin audio. Sot në fan day vjen për herë të parë klipi i këngës, po kaq pozitiv sa kënga dhe Shakira duket tepër e bukur, ama këto janë sekrete dhe përshtypjet që do t'i ruajmë, do t'i ndajmë pak më vonë me njëri tjetrin. Sigurisht do të bëjmë një rezume dhe një parakalim jo më tek strishat, por tek lajmet më interesante të fundjavës. Çfarë ka bërë Nami nëpër portalet e Medias Roz do t'i kalojmë sot, kështu që mos e vrisni mënyrën se ju ka shpëtuar ndonjë thashë them. Do të kemi gjithashtu të ftuar, do merremi dhe me tunën, se harrova, sa ka ndryshuar tuna, si ka qenë dikur dhe si është sot, do t'i shohim kështu dy foto tepër interesante që keni çfarë të shihni, dhe kemi të ftuar një ëmbëlsirë që ka emrin Samantha Caravello. Ç'a bëjna na e din, një këngë që unë kam dëgjuar temas gjatë kësaj fundjavë, bashkëpunimi super i suksesshëm i saj dhe Gent Fatali. Gentin e kemi patur, ndërsa Samantha vjen për herë të parë në fan day për na zbuluar shumë gjëra, e do t'i bëjmë dhe një surprizë të vogël, tani nuk na dëgjon Samantha se është e grimi dhe kjo është një gjë shumë e mirë. A jeni gati për të filluar? Unë jam shumë gati, kështu që le të sjellim MC Kresha, Lyric Kalson dhe Ledri Vula. Filloj fare. Llévame en tu bicicleta, óyeme Carlos, llévame. Po që kemi patur shumë ditëlindje gjatë kësaj fundjave, pafund. Kishit ju ndonjë kushuri që festoi ditëlindjen? Ha më Fation? Fationi sot që nga në gjumë. Gjithë çunat këtu që nga shumë të qetë, sot nuk e di pse. Po s'ka problem se keni patur festa gjithë fundjavë, shumë nuk ka festuar dhe Samantha ditëlindjen në fundjavë. Edhe Ledri Vula e festoi ditëlindjen. Ishte edhe një tjetër, po s'po më kujtohet tani, ishte edhe një person tjetër i famshëm. 2x2 më duket, Mafotina, nuk jam, edhe 2x2 ka festuar ditëlindjen. Plot me ditëlindje dhe me torta ditëlindjesh ka qenë vërtet. Tamam tani në verë që duhet jemi kështu fit, edhe mos hamë ëmbëlsira, të vinë ditëlindjet edhe të prishim planimetrinë e dietës. Gjithsesi ne do të kalojmë kështu për të përmendur gjatë për të bërë kështu në një farë mënyrë dhe rezumen e ditëlindjeve që ka patur gjatë fundjavës, kështu që hidhemi nga shtuna, imagjino të hidhesh. Të shtunën ka festuar Tom Hanks, një aktor super i famshëm dhe shënjon kështu 60 vjetor, që është një shifër wow, dhe mbi të gjitha feston dhe Courtney Love, një rock singer e njohur kështu, edhe aktor, por mbi të gjitha është edhe vejusha e Kurt Cobain, sikundër ne kemi përmendur shpesh herë këtu në Fan Day, ka festuar 52 vjetorin. Jack White, gjithmonë interesant në muzikën që bën rock edhe në stilin që ka pikasur kështu, themeluesi i bandës The White Stripes, ka festuar 41 vjetorin,
Arlisi e ke uruar ti se ti donte. E bëri, okej, Arlisi. Për të kaluar ditën e diel ku festoi Perry Edwards, e njohur jo vetëm si antar e Little Mix, një bande që ka shkëlqyer në X Factor në vitin ku ka marrë pjesë, por edhe si e dashura gati e fejuara e Zayn Malik, ky fundit ka probleme me sa kemi dëgjuar. Nga viti 2013 deri 2015 ka qenë të lidhur 2 vite, për të ndarë pastaj kështu sa hapen mbyllësyt siç do të me gjithë divat e Hollywoodit. Gjithashtu kur flasim për bukuritë përjetshme, flasim prandaj kanë për të flokët e drejta son, se doja më gënjente vetja si kur ngjaja deri diku me Sofia Vergarën. Se ajo flokët shumicën e kohës kështu i mban. Po ta mendosh mirë, Sofia Vergara që signifikon dhe është epiteti i bukurisë përjetshme, ka festuar ndër të tjera ditëlindjen, edhe pa çka sa ajo ka shënuar kështu 44 vjetorin, është një shifër që të duket totalisht fake kur e mendon. Edhe Jessica Simpson feston gjithashtu, ka festuar 36 vjetorin gjatë fundjavës për të kaluar tek e hëna ku feston Alessia, që është ajo vajza që unë e mbani mend atë këngën No Baby Yours, që e dëgjoj edhe ju e kishit shumë inat kur dëgjova atë këngën, unë vdisja për atë këngën e Alessias. Alessia ka festuar 20 vjetor, është një ndër këto new entry në chartet Billboard, pa çka se e re në mosh, është shumë e talentuar me një sër hitesh që ka patur të kësaj natyre. Për ta mbyllur listën e ditëlindjeve me Lil Kim, një repere 42 vjeçare, po në ditën e sotme. Përshëndes dhe një herë gjithë fan-lovers që sot festojnë gëzuar, ne sjellim Jack White. Sa e bukur është kjo kënga, dhe nëse unë e kam qef, do ta sjell pak më vonë, se vdesëm për këtë këngën Ariana Grande si Intuju, kështu që e dëgjojmë në sfond dhe pastaj e shohim edhe me klip ku ajo duket një çamaroke e dashuruar mbi gjitha. Tani hajde bëm pak tash teme, se unë vdes për bërë tash teme. Ore, një pyetje kam, se s'mbot para kalim, a ti mbaj flokët kështu apo ti kaloj kështu mbrapa? Si thua ti Fation se ti merr vesh nga këto gjëra? Kështu mbrapa? Ti thua, kështu nuk kuptoj asgjë. Okej. Flasim pak për tash teme, se kur bëhet fjalë për tash teme se kemi shumë mendje se si dukemi, se vdesim të marrim çfarë bër vërdall. Po ama kryeqendra edhe kryefjala e zos tash temi lart e poshtë kësaj fundjavë ka qenë Ledri, sepse ka pasur të ditëlindje që bën një fest kështu të ftuar ishte sigurisht e dashura e ti, që unë gjithmonë një harroj emrin, lash nam me këtë situatën. Adela, po, MC Kresha ka qenë i ftuar, Gjiko, Lori, Era Istrefi me Faton Shoshin që është edhe menaxheri i saj, Lumi, e të tjerë ka bërë një fest shumë me miqtë e tij, më të afërt edhe më të mirë mbi gjitha. Ka festuar dhe Samantha ditëlindje me miqtë e saj dhe me ekipin e saj, gjithashtu me labelin ku edhe bën pjesë. Kryefjala ka qenë Flori dhe Ledri që kanë bërë këngë non stop me njëri tjetrin, sa njëri dhe tjetri, njëri nuk ja lan, njëri thoshte you are beautiful e të tjerë këngë që janë pritur mirë nga publiku vlen teksohet. Ledri nuk ka përtuar fare dhe ka bërë një këngë tjetër me 2x2, domethënë ç'është ky muhabet, kështu se nuk e kuptoj me premte, është kënga me ta. Ka festuar 2x2 gjithashtu ditëlindjen, edhe Robert Berisha që ne e patëm këtu në Fande, dhe njëri shumë sportiv dhe i këndshëm mbi gjitha, e përshëndesim. Ai ka lançuar këngën e tij të dytë, Qysh po lojna. A e thash mirë titullin? Robert Domvrasi, domethënë se e kam thënë keq. Dhe kryefjala gjithashtu ishte edhe pjesëmarrja ardhja e Chris Brown në Shqipëri, që të patëm disa pikë pyetje dhe disa situata deri diku komplekse me vizitën e Chris Brown në Shqipëri. Albani gjithashtu nuk do të ndalojë me projektet e tij muzikore, si kundër Solli dhe Angel, një këngë i cili dedikohet krejtësisht personit të tij të jetës. Miriam, që prezumoj ti të kolon zanore për gjithë dashurit, mua më pëlqeu shumë si klip, domethënë të ngresh shpirtin në peshë, siç i thonë me metafora shkrimtarët. Ne kalojmë tani tek një këngë që gjithashtu në thelb dhe në fokus ka dashurinë, a ka më mirë se kaq, Ariana Grande. Edhe tani jemi tek Hot of the Day, që mua më pëlqen shumë kjo si pjesë. Domethënë Hot of the Day vetë e bëj këtu në Fan Day, e bëj shpesh me këngët më të reja që vijnë si për nxjerrë situatën. E bëj nxehet dhe telefoni, domethënë se dalin këngë që i kam shumë që është ky një parakalim. Okej, hajde. Bëje 3 2 1. Pak më shpejt. Dhe fokusi, se nuk e kuptova se si duhet i mbaj flokët më mirë, po çojmë si ka Samantha që do vi pak në studio, edhe do bëj dhe foto me Samantha sigurisht, edhe këto foto do t'i postoj në gjitha rrjetet e mundshme sociale, edhe në Into Vllbenja, fal 4 gërës të Telekom Vllbenja. Pastaj un kam lajmëruar gjithë fisin që do vi Samantha me paketat e shumta që ka Telekom Vllbenja në telekom.com.al, mund gjeni këtë dhe shumë paketa për të komunikuar gjithmonë më shumë me njerëz që ju doni. Dhe siç po thoja më herët un, kur flet shumë domethënë budalliqe thuan 90%, këtë e bëj unë shumë mirë, siç e keni vënë re. Tani, unë me 4G-n e Telekomit mora vesh që kishte dalë klipi i Shakirës, edhe po e shikoja ajo gjithë rrugës me telefon, domethënë binde dhe dielli, kështu me sa njerëz dhe pemë janë përplasur duke parë klipin e fundit të Shakirës. Këtë dhe shumë
shumë gjëra i keni dhuratë nga Telekomi, benefitet e shumë që sjell Telekom të bëjnë për herë të parë në Shqipëri. E për të kaluar te kënga më e fundit e Shakirës La Bicikleta, një këngë shumë pozitive që thot lëre makinën më të fundit që ti mund të kesh, unë nuk e them fare nga makinat por nesër çfarë ka kjo, dhe merr bicikletën dhe hajde të shëtisim me bicikletë. Okej. Se po patjoni shenjë se jemi zbuluar këte. A jam mirë tani, mbulova mjaftueshëm. Ora Shakira kishte dalë zhveshur fare te videoklipi ti çam thuam. Mbi gjitha bën edhe sa lëvizje nga ato sajt karakteristike. Është rikthyer shumë e fuqishme se kur kënga ka pak ditë që është lançuar dhe ka kaluar shifrën e 10 milion klikimeve tani më. Tepër pozitive, kërcen, e bukur kështu pure beauty. Edhe vlen të shifet, është me të vërtet një këngë shumë e bukur, ne e sugjerojmë sot si Hot of the Day. Think about us, overcome by. Can I get back to you? Kjo kënga është kështu për të shkundur flokët. E për kërcyer si për divanit. Gjithsesi. Ne do të kalojmë në Facebook-in të Vëllë Benja tani, edhe për t'ju falendëruar gjithë ju që jeni bërë pjesë jona me komentet e shumta që bëni. Edhe sot kishim një pyetje shumë interesante mbi gjitha, ku po flisim cilin nga artistët shqiptar do doni ta rikthenit për shtrirjen tregun muzikor që mbasi ju ka marrë malli, që ja dëgjoni në YouTube ato këngët e vjetra që ka patur, i dini tekstin kështu përmendesh, do doni që të rikthehet më në produksion. Si edhe për t'ju ndruar mendjen këtyre që janë në gjumë letargjik, ne zbulojmë komentet që të gjithë followers kanë bërë sot në Facebook-in të Vëllë Benja, duke ju dërguar shumë puthje me poste elektronike kështu që jeni bërë pjesë e jona. Florinda thot, haj Fatmo, Fatmo s'kishte thënë je, Fatmushi, po, Fatmo edhe kjo interesante është. Do më pëlqente që të riktheja Aleksandër Gjoket, ta them unë ku mund ta gjesh. Ndërsa Anna thot Anjeza Shahini, që ne folim disa ditë më parë që ka prerë flokët, ka ndryshuar look. Ndërsa Sara Skopeti, Ola thot, përshëndetje Fatma, artistët që do doja të riktheshin prap janë West Side Family dhe One Direction. Sara thot West Side Family, Dash Nordikon e nderuar, thot Artan Cani. Po ne e luajmë këngën e Dash Nordikos shpesh herë këtu në Fandej, po na ndjekosh? Disi të rikthehet edhe Dash Nordiko. E luajmë shumë në sfond, përshëndesim çunat mua sa herë bëhem kështu me kaçurela. Gjensila thot One Direction, çunat janë kot pa njëri tjetrin. Marinela thot përshëndetje INTV. Artisti që unë dua të kthehet është Stine. Stine do të kthehet shumë shpejt. Ja pra Dash Nordiko në sfond sa qet. Po sot s'kam kaçurela, po gjithsesi. Havieta thot haj Fatma, artisti që do doja të riktheja në skenën West Side Family. Michael Jackson thot Aida, Piro Çako thot Keti. Seli thot do ishte e mundur Dr. Flori dhe Remal Mamaçi, një super dyshe. Edhe Justufi voton për West Side Family, Ledio thot Fatma Metasani miliona klikime. Veç kam një korrigjim për Ledion që e përshëndes shumë. Mbiemri im shkruhet bashk. Mos a bëj me apostrof se më vrau babi kur të shkoj në shtëpi. Gjithsesi u them ti lëm këtu artistë që ju doni të riktheni dhe rikthehemi pak më vonë te komentet, më saktë në pjesën e fundit, tani dëgjojmë një tjetër këngë. She told me trust her. I want to, I wanna trust. A ti vëm këto sa më? Ndingam si vendoset. Lash me. Ta këndojmë këngën? Jo, unë dua ta këndojmë fundin në fakt. Po, gëzuar ditëlindje me World kam Samantha në Fandej, por herë të parë. Ej, si nuk isha ardhur asnjëherë, të mëshme. Unë kam dashur gjithmonë të vi, po ka qenë momenti, kështu që tani më mirë vonë se sa kurrë. Kjo është e rëndësishme. Sa bukur e the. T'ju them edhe një gjë, unë Samantha e kam prenotuar, madje kemi qenë në trafik, kemi takuar me njëra tjetrën dhe do vesh emision. I vërtisja nga njëra makinë në tjetër. Po mos doja të vija të bëja sikur nuk një fjalë. Do isha dalë nga makina, do isha larë xhamin. Si e Samantha? Mirë, shumë mirë. Është intervista e parë që ti bën pas ditëlindjes. Po, intervista e parë. Si duket? Kam kaluar shumë bukur, u bë gjithçka shumë shpejt, në fakt për të reatoar, mos e prandaj pëlqen emisioni, jo që reatosh. Hajde, shtri si të duar, si të. Po mund të vërtet jashtë kështu trisin Ato shpik. një ato. Si të duar, si në shtëpi po. Pas kam një të butë fare këtu mbrapa. I kam bërë gati gjërat, më kam lënë më të mira aty atë. Si kaloi ditëlindja? Ditëlindja kaloi shumë bukur. Në fakt u bë gjithçka shumë shpejt. Ishte ideja ime që të bëhet diçka sa më spontane ashtu, sepse ditëlindjet tani janë bërë pak klishe, gjithmonë erdhi ditëlindja, çfarë do bëjmë. Duke qenë se jam natyrë që pëlqej këto ambientet pak më shumë private. Thash të mblidhem me disa miq, po pjesa më e madhe kurse kanë qenë nga Max Team, artistët, edhe shumë pak pjesa e shoqërisë. Shkum të ky ambienti privat, domethënë, vë muzikën që donim ne. Kush është kënga që dëgjuat më shumë? Këngët e tua? Jo, në fakt jo. Nuk unë s'do kisha ardhur për shembull. Po mirë, okay, këngët e mia u vun absolutisht, u vu direkte ça bëjnë ana e tina. E bëra se të dha. Që kur erdhi torta, absolutisht u hap gjithçka me këngën time.
Pastaj muzika vinte në ndryshim, këngë shqiptare, këngë të artistëve që ishin aty të dhuratës, Pixit edhe shumë tjerëve. Kaluam shumë bukur sepse ishim shumë vetvetja. Kur nuk kemi pranë një njerëz që nuk njohim, e kemi shumë të vështirë që të jemi vetvetja, jemi pak më kompleksiv, kështu që detyrimisht në shoqërinë e njëri tjetrit, ishte absolutisht shumë e bukur. Apiva alkohol. Ajo, unë nuk piva shumë, nuk doja, sepse duke qenë se isha tentimon, pastaj thash mos më marrin patentën për dhuratë për ditëlindje. Në që se më dolet e dhuratat, një fiksim kam unë, qa dhuratat të bëri dhuratat, në që se në gjithë kështu dhe me emër. Se pash një foto shumë bukur që a ishte dirë të Instagrami vetë me të. Po, ishte nga ato momentet, kështu që ishim haj. Në fakt, përpara se të festonim ditëlindjen, ishim bashkë në një qendër tregtare dhe po blinin disa gjëra edhe aty më bleu disa pak nga të gjitha, po. Sa mirë. Po pat sepse ishte vetëm mundësi që më blende diçka, se duke qenë se ishim lëvizje gjithkohës. Ndryshe, duke qenë praninë time, ajo s'mund të blente asgjë tjetër surprizë. Kështu që tha, po ble këtë tjetrën, zgjidh çfarë duash. O Samanta, s'më vdes për ditëlindje për kështu gjëra. Kur sa bëri urimin e parë, mesazhi i parë që të erdhi. Se tani s'po pushon telefoni. Po unë e fika biles. Kush të mori? Ja, urim për ditëlindjen ishte prapë. Në vërtet? Po, sepse ditëlindja normalisht është tamam maraton. Po duke qenë se është verdhë, njerëz televizor me pushime, jo të gjithë e din që kam ditëlindjen, kështu që shoqëria asnjëherë nuk mungon edhe më thret kur do të jetë, edhe po të kaluar një muaj, fal se nuk të kam uruar. Po të uroj, ti duke festu ditëlindjen tjetër një ditë para, Samanta gëzuar se urimi ka pas, urimi i parë ishte nga babi. Më kishte sjell 2 foto kur kam qenë e vogël, edhe një urim shumë bukur dhe aty fillova të qaj. A je kështu sensitive qanë kur të bëj? Po jam shumë emocionale. Edhe gjithashtu edhe urimi më i bukur ka qenë nga motra. I kishte veshur një fitim një bluzë kur shkruante Happy Birthday Tezi Samanta. O sa qef! Edhe ajo është absolutisht dhurata më e bukur për gjithë ne, edhe nuk ishte surprizë më të bukur. Tani ai është rritur dhe nuk më besohet që ka arritur në atë moshën që mund të më surprizoj. O sa mirë. Më emocionova shumë. Ti nuk e ke këtu motrën, ë? Po motrën e kam në shtëpi. Tani që fillon vera ti je full me koncerte, ke ndërmend të shkosh andaj dhe bësh një vizitë? Dëshira ime është të shkoj mbas verës. Kështu e kam plan që të pushoj edhe atje. Është në planet e mia, por nuk e di saktë se kur, sepse tani është një moment pak më i angazhuar puna edhe I bie që ju këngëtarët nuk do bëni fare kështu pushime, ti do bësh pushime fare të verës tani? Unë pushime s'kam bërë, duket që jam shumë e bardhë. Po. Që po pres paktën të bëj një ditë vetë në plazh. Po fakti që unë do të nis një projekt tjetër tani nuk më lejon që të mendoj për pushime. Do nisësh prapë? Po, tani do të nis një projekt tjetër, solo, që në fakt ishte në plan shumë më përpara, por do jetë ose diçka ngjashme me këtë, ose diçka në natyrën e kësaj, po jo absolutisht e njëjtë. Prapë Samëri që kërcehet, ndoshta që kërcehet edhe më shumë. Me vërtet? Po. O sa qef. Duhet patjetër dhe uroj që të jetë edhe kjo një gol tjetër. Tani kam edhe një pyetje tjetër fiksim femrash është ky. Unë të thash që te grimi që më pëlqen shumë si e vër sot, i ri shumë. Vesha vetëm për ty. Po, kështu me gjëra të gjitha mbrëm. Me vërtet? Madje kam shkurtuar edhe pantallonat sot, ishin shumë të gjata dhe do shije gjithë studio. Po, se kemi fshirë, pse i shkurtova të pantallona? Në studio shumë. Na kishe bërë shumë pastër. Se mami më kishte diçka të më të bërë. A bën punë shtëpie ti? Vetëm nxorr të pyetje. Kur kam qenë me vogël, bëja shumë punë shtëpie, ndoshta nga që nuk kisha ndonjë punë tjetër për të shkollës. Kurse tani jam bërë pak dembele. Ndoshta nga që mami më daston pak edhe ajo më rin gjithkohë në dispozicion. Edhe ka harruar edhe atë porosin që të shkosh nesër te burri, kush do t'i bëj gjitha këto. Tani ka. Po çfarë do bësh ti kur shkosh te burri? Mirë e ka mami. Se kam menduar. Më le ta shijoj. Në planet e largët. Sidomos fakti që tani jam në karrierë sipër dhe është gjithë koha ime përkushtuar për muzikën, është diçka që i takon të ardhmes, kështu që kur të vi, çdo gjë e mirë vjen momentin e vet, e duhur kështu. Reato sa të duash, si të duash, ti njëri ti kështu, njëri kështu. Edhe unë nuk të lë, ne do shkëputemi për pak Samanta ashtu për shumë gjëra të bukura.
Mira, meqense më herë dëgjuam këngën që doje ti, tani dëgjojmë këngën time e Minimeni. Ëh? Fiks. Edhe kjo më pëlqen gjithsesi. Edhe mua më duket tepër e bukur. Tani, sigurisht më pëlqen kënga që ti ke bërë me Gent Fatalin së fundmi, edhe dua ta flasim pak bashkë, me detaje, me gjëra etj etj. A ishte ky një produksion që erdhi spontanisht? A ishte shumë i menduar? Është një produksion që erdhi shumë spontanisht, duke qenë se unë anullova një projekt tjetër solo vetëm, që kisha vetëm, mendova që të vim në një bashkëpunim, më saktë menduam të gjithë bashkë me stafin tim të produksionit Max Production. Në labelin tuaj. Genti është një talent absolutisht që këndon Shumë i talentuar. Dhe zërat tonë u kombinuan shumë bukur bashkë. Projekti erdhi shumë në rastësi, unë të dija asë çfarë stili do më përshtatën më shumë me Gentin, por që e dija që duhet bëhet diçka më ndryshe nga herët e tjera, jo prapë në stilin hip-hop, R&B, që normalisht mos kisha përplasje edhe me këngën realizuar vjet me Stevin. Një natë këndova një refren në voice, kështu message, voice record, dhe atë që mbaja mend, ishte ora 3 domethënë kur e regjistrova. Dhe direkte të nesërmen kur e dëgjova, thash wow, kjo qen ka diçka. Dhe pastaj kam shkuar në studio, ja kam treguar Alandit, që është një producent kryesor të Max Team. Ai e pëlqeu dhe gjithçka u bë në bazë të atij refreni. Ç'a thua? Po, sa mirë. Shumë e çuditshme. Si kam si të gjëra. Alandi më besoi mua këtë projekt. Unë as vetëm e dija që do t'ingëllonte aq mirë. U bë e gjithë kënga realizuar brenda 12 orësh. Kemi kaluar 12 orë në studio deri në mëngjes. Po në fund fare të ditës domethënë ishim të kënaqur që kishim bërë diçka të mirë. Rezultati është i rëndësishëm. Ka vetëm një javë që ka dalë në fakt, edhe unë kam thënë dhe kur e kemi bërë pjesë të Likeship Top 10, ka 1 milion klikime. A e prisje ti që t'ishte më të vërtet kështu me hapa galopant suksesi edhe a janë vërtet ato klikimet apo janë vlera? Se fiksimi është bërë kjo pjesa. S'kemi fakt. Jo, në fakt, sepse ndonjëherë na duket absurd disa klikime kur shohim për shembull këngëtar në botë që kanë këngë me vërtet shumë të mira, që ndoshta s'janë me video, po numërojnë diku të 3 milion klikime. Edhe pastaj shohim këngëtar shqiptar që më shumë njerëz nga që jemi janë klikimet. Në fakt, këngët që janë të mira, këngët që po dëgjohen, nuk është çudi që kanë shumë klikime. Unë me sa di kënga ime po dëgjohet shumë, dhe nuk është çudi që ka ecur dhe aq shpejt. Edhe shumë share ishin bërë. Dhe shumë share. Unë që kur bë kënga, në fakt e kisha atë besimin që kjo ishte një këngë fix për shihet e publikut, sepse e kishte ato ritmet verore brenda, e kishte pak ballkan, pak ato notat egzotike. Edhe thash, duhet ta provoj, pavarësisht se natyrën time unë dua të eksperimentoj dhe të bëj gjëra gjithmonë ndryshe. Po duke qenë se mua më karakterizon ky zëri i ëmbël, thash pse jo mos vazhdoj prapë me këtë natyrën time. Po, që trimet vërtet shumë mirë. Dhe tani dhe vetë produksioni ka vendosur që unë ta ndjek të linj. Shumë mirë. Dhe janë të kënaqur që unë e kam vendosur se ç'a dua. Më në fund e gjithë të bëj kushtritesh. Saqë edhe vetë producenti jonë kishte probleme mua se ç'a do Samantha, po do vi Samantha në studio. E pamundur. E di çfarë ka vënë re tjetër o Samantha, që çdo rapper ose këngëtar me cilin ti bën bashkëpunim të nesërmen ta bëjnë të dashur. Të besoj kjo që. E kam thënë se këtu në studio. Jo, ne dia. Ose shkoj unë kështu si çift me gjithë ose nuk e di. Unë kam përshtypjen që ti shkon. Se s'ka shanse ndryshe. A të bezdis kjo gjë apo të shbër tani diçka? Jo, tani është bërë diçka monotone, në fakt, dhe klishe, sepse mbas çdo bashkëpunimi përflitet diçka edhe madje vetëm përprisja ditën kur do flitej edhe për Gentin. Po. Dhe direkte sa u fol, unë bëra për gënjeshtrimin se absolutisht është absurde edhe. E kam shumë kolegë, e kam domethënë kolegë të Max Team, jemi shumë miq, domethënë jo vetëm kolegë, po jemi shumë të afërt sepse kur je në një team je si familje. Edhe gjithçka domethënë mes nesh lidhet me punën dhe me asgjë tjetër. Ne kemi hyrë për një qëllim, për të arritur gjithë sukses. Ndani gjëra që shumë po, suportojmë njëri tjetrin dhe kjo është edhe diçka më e bukur, prandaj më pëlqeu bashkëpunimi me Gentin, duke qenë pjesë e jona aty, është më mirë kur suportojmë njëri tjetrin. Po, shumë e vërtet. Kam vënë edhe një gjë tjetër, se po bëja llogarim bro mes natës duke parë këngët. Bashkëpunimet paktën kohët e fundit i ke vetëm me djem. Mund të jenë këto repera ose jo, po vetëm me çuna. Do bësh ndonjëherë mendoj vajzë në këngë?
Kam menduar, unë kam menduar, madje Se ju përpara vënë bashkëpunimit me labelin Gentin Boy në planet e mia ishte që në Vert dilja me një femër. Po, kush ishte Por femra apo është, se kishe menduar? Kam qenë një dilemë fakt për shumë emra, po është pak e vështirë kjo pjesë. Nuk ka lidhje me relatat, sesa ka lidhje më shumë me atë pjesën e emrit tënd në në muzikë dhe fatkeqësisht është një gjë që kur një artist të kërkon më shumë kur ti e diçka, kur je shumë, jo për të rritur ty. Dhe realisht më mua ndodh që unë kam rritur disa artistë. Do thoja edhe këtë, se është një Unë teori që kam rritur disa funksionon. artistë, domethënë më vjen mirë që publikut i kam treguar që nuk kam nevojë për emra shumë të mëdhenj të estradës për të ngretur emrin tim. Kështu që unë e di që shumë shpejt dikush tjetër do më kërkoj që ka ndoshta edhe më shumë emër se mua. Po pse i Po do jetë momenti kur ç'është kjo? Kjo është gabim, unë e quaj gabim, domethënë. Sepse gjithë këngëtarët në botë bashkëpunojnë me njëri tjetrin, janë pjesë të albumeve të njëri tjetrit, kanë komplet relata të tjera, sepse kjo është muzikë dhe është e bukur dhe nuk duhet që jetë me atë syrin e inatit apo. Po, e kuptoj. Prandaj se unë vetë si natyrë ashtu jam, nuk preferoj që gjërat bëhen energji të mirë dhe të supportohet sepse jemi artistë ke fundit. A ke ruajtur relata të mira me secilin nga bashkëpunëtorët që ke patur për mendoj? Po. Apo a kjo është gjë e mirë? Po, absolutisht. Për sa kohë gjithçka ka shkuar mirë, kemi supportuar njëri tjetrin, puna ka ecur shumë mirë, relatat janë shumë të mira. Pastaj kur prandaj është mirë që gjithçka me artistët jetë ajo aspekti punës dhe mos ngatrosh gjërat, shumë e vërtet kjo. Tani pavarësisht se mediat i kanë bërë të dashur, kjo është çështje tjetër. Do ta dëgjojmë pak këngën me të dashurin e ri. Tamam. Do ta dëgjojmë pak këngën të lutem thonë. Se do të gjejmë një tjetër kështu të lezetshëm. Po, shohim, mendojmë bashkë një bashkëpunim tjetër dhe e bëjmë datë të dashur. Ne do të dëgjojmë këngën më të fundit të Samantës, të dyja bashkë edhe ju që na ndiqni. Bëj dhe kështu ushtrime këtu ndonjëherë. Këto të palestrës? Tani më kujtua një gjë. Jo, me që palestër. Tani më kujtua një gjë. Ti je ndër të paktat këngëtarë që s'bën foto në palestër. Pse? Nuk është se më pëlqen. Një kohë edhe kam nxjerrë disa foto, po jo ai sa të vrasi syrin si çfarë ndodh aktualisht. Po sepse nuk shkoj për të bërë selfie apo për s'të të ndonjë një formë syri edhe para pasqyrës. Po mund ta nxjerrësh një ditë tjetër që më kuruar, më bukur. Jo aty me flokët kështu. Shumë njerëz që i bën blur mbrapa. Po, instruktorin aty në një cep. Çfarë doja të pyesja unë, se nuk e kemi konsumuar asnjëherë bashkë. U bë super lajm njëri një kohë Rita Ora që bëri një snap me këngën tënde. E para që po më pyet sepse në shumë intervista nuk ma kam pyetur këtë pjesë. Dhe shumë e çuditshme, po. Kam qenë në Amerikë. Po. Atë ditë në fakt isha në qendër tregtare dhe kam ndetur disa orë të mira. Po. Sigurisht aty kishte gjithçka edhe në qendër tregtare në vajzat deri vetëm disa orë të mira. Motra ime kishte edhe nipin me vete, tha mirë mua tha që do të rove, po shtaksirat. Ai blivi në një fakt. Duke u shih nipin aty të qendër tregtare. Edhe kur kam shkuar në shtëpi, sepse nuk kisha as domethënë nuk më duaj as telefone kur isha atje, kuptohet se ne kur bëjmë shopping edhe njerëz domethënë. Po, bravo. Edhe vetëm kur kam parë shumë mesazhe që më kishin ardhur në telefon, në Instagram, gjithandej notification kështu. Hap snapin e ri të s'ka postuar Rita Ora dhe isha kështu what. Sepse unë snapin e saj e kisha hapur para disa orësh, po ishin postimet një natë më parë në fakt. Po. Dhe kur e hapa unë fakt postimin nuk ishte më, sepse Rita kishte mbajtur vetëm disa orë postimin. Dhe fatmirësisht ishte një video që e kishte bërë një fansja ime, edhe ma ka sjell direkte dhe aty kam parë që kishte nxjerrë një pjesë të mirë të këngës Asnjë si unë, ku shkruante I like this. Po, sa qep. Nuk e di mbeta, nuk më besoj, thë seriozisht, vetëm kur pash domethënë që të gjithë njerëzit i kishin bërë nga një screenshot edhe ma kishin sjell. Është absolutisht vlerësim shumë i madh. Me sa di kishte qenë në shtëpinë e saj në Londër dhe aty shikon edhe këto kanalet shqiptare dhe kishte rastisur këngën time. Është vlerësim shumë i madh. A si bërë një mesazh thank you Rita? Që tregojmë që jemi të kulturuar. Samantha. Fillimisht njerëzit nuk e besonin edhe më thoya se unë nuk jam do jam atore që të them
wow, kanë nxjerr Rita, pëcajoj diçka vet, nuk ka arsye. Nuk është asë nevojshme, po ta Nuk është mendosh mirë. nevojshme, absolutisht. Ai duke qartë që ishte Snapchati Rita Ora, Rita ishte Ora. official Rita Ora, kështu që. Imagjino tu hap një Snapchat falso. Po, nuk mund të imagjinata ime nuk i Ashtu kap. që duke bërë shopping, dhe këtu të besoj se të gjë nuk e patur mendin absolutisht askund. Çfarë dëgjova unë që një pjesë të mirë të tekstit të këngës me Gentin ti e ke bërë vetë. Është vërtet kjo? Po, e nisa vet. Se unë gjithmonë kur nis tekst vet, nga që nuk kam bërë tekste më parë, edhe më vjen e marr kështu si gjë pak komike, e filloj. Nëse provon më pas ti jo. Kështu ta bëj tha kene po. Ta bëj nuk e din çka ka me gjetja jo edhe qeshja. Po, Ndërkohë që ishte tekst. Ashtu nisi, nuk e din çka ka me gjetja jo. Se s'munesh me nxëvën cuti jo. U bë strofa. Iku. Një diçka me ty. Një fjalë, një fjalë, një fjalë Edhe opa. Po tani pyetja ime është kjo, a do fillosh të bësh tekste edhe për këngëtarët, artistët e tjerë që i takojnë dhe label-it tuaj apo? Ja, nuk besoj se. Jo. Ne kemi fakt artist Fifi është artiste. Fifin e kam patur këtu, po. Ajo më plak me po, gjyra. realizon shumë tekste, është domethënë i jepet për të shkruar. Dhe ajo ka qenë biles prezente në studio kur është bërë teksti dhe sigurisht që ka qenë një suport për neve. Për artistët tjerë nuk e di se nuk besoj se jam aq e aftë sa të shkruaj për artistët, më duket një përgjegjësi edhe më e madhe, ndërsa për veten nuk e kam problem sepse e di se ç'a dua. E kuptoj, shumë e drejtë kjo. Samantha, a të bezdis ky piercing këtu? Se janë fiksuar gjatë Në kohës? fillim, javën e parë, po, kurse tani jam më biles jam mësuar me këtë. Nuk e di do ta heq më, po nuk e di kur ta heq çfarë do ndodh. Do thonë Samantha tani të shryhu buzën nuk i pëlqeu operacioni. Bravo. Kam dhe një pyetje tjetër. Prej shumë vitesh ti je në skenë. Sa shumë vite që janë, se sa e vogël ke qenë atëherë. Unë shumica edhe shumë i ke kënduar dashurisë. Po thuaj se çdo këngë në thelb ka patur këtë ndjesi. E kam nisur me baladat, me dedikimet për dashurinë që 13 vjeç. Edhe mbaj mend te një festival RTS që të mbaj mend që kanë ftuar me një kostum të bardhë komplet ke qenë. Ka qenë performanca ime e parë, pjesëmarrja ime e parë në festival, me këngën e Valentin Veizit, që ishte kompozitori që lançoi Elsa Lilan. Dhe atëherë u bë edhe lajm kjo pjesë që ai rikthehet për Samantha. Për Samantha e mbaj mend. Ajo ka qenë një këngë në fakt për ishte në tërësi për të dhënë pak pozitivitet, për të dhënë pak buzëqeshje. E mbaj mend. Pastaj çdo këngë tjetër e imja që ka qenë absolutisht ofertë nga shumë kompozitorë që mua më pëlqenin në atë kohë. Ka qenë kënga Së mbajtut pe nga Piro Çako. Biles baladën e parë Piro Çako realizoi me mua. E mbaj mend të këngën. Po nga që kam këtu në sfond po ty të kam jetë, ty të kam diell në këtë planet. Dhe ka qenë edhe videoklipi im i parë. E mbaj mend edhe videoklipin. Pastaj ka pasur edhe këngë tjera, sepse përgjithsisht këngët e festivaleve i kam pasur balada, duke qenë se shkojnë perfekt edhe me atë seriozitetin e festivalit. Po e di ç'a dua të di unë. A ka patur ndonjëherë që ti ke patur ndonjë dedikim special për dikënd apo gjithmonë kanë qenë këngë të ofruara nga të tjerët? Nuk është se kam kërkuar ndonjëherë një gjë të tillë. Jo, se ke bërë. Tekstet kanë qenë të rastishme, përgjithsisht gjitha baladave. Thjesht më kanë pëlqyer, i kam kënduar, i kam dhënë shpirt, sepse unë baladat i dua shumë edhe jam munduar disi ta gjej veten edhe unë. Ka pas edhe këngë që kam gjetur veten, ajo dihet sepse jemi njerëz, kemi kaluar eksperienca. E ke gjetur vetë te baladat apo te ato të kërcyshmet? Te baladat. Te të kërcyshmet? Kushta ka thyer zemrën se u çova tani? Me qëra fjalla ta kanë thyer ndonjëherë zemrën kështu në përgjithësi e dua? Është normale që po. Është normale që po. Ke qenë e vogël shumë, adoleshente, tani? Jo, kam qenë mosh tamam, mesatare. Jo e vogël, se e vogël adoleshente. A e urren tani atë njeriu që ta theu zemrën në Samantha? Si? A e urren tani atë njeriu që ta theu zemrën? Jo, nuk urren njeri, se edhe po të urresh njeri bie që prapë ke mendjen tek. Po. Tani e ke kaluar kështu. Nuk është se kam kaluar zhgënjime të mëdha, por janë gjëra që çdo njeri i kalon, do dashurosh shumë, do zhgënjesh, kështu që këto janë edhe një arsye mirë për që unë të frymëzohem, që bëj muzikë bukur. Jo artist, sepse bëj natë për lajm diçka ku do ta gjej gjithë të frymëzime. Ja, përballë.
Ne do shkëputemi prapë për pak se kam gjë shumë të bukur pastaj për Samantha dhe shumë pyetje interesante. Ikim. Maybe we don't need no reason why. We're riding down the moonlight. Sa pëlqen mua kjo kënga, më ka fiksuar. Do të fiksoja me një këngë të dëgjoj. Pafund. Samantha, unë di që ti ke 3 tatuazhe. Pa. Kush ka qenë i pari që të bërë? Po. Sa vjeç ishe kur e bëra të tatuazh? 19. Si e penduar besoj për asnjërin? Jo, këtë kam dashur. Ajo është një Samantha e vogël. Po. Është fine, prandaj më pëlqen. Po sigurisht që kam dashur ta ndryshoj pak. Po nëse do ta ndryshoja do dali diçka më e madhe dhe nuk e di do më shkoj. Edhe për momenti ka ngel kështu. Ashtu letëri. Pashu Nazën aty dhe thash, wow. Më fejua. Po. Dish Edhe mendova s'na që e tha. fejove. Edhe s'më tha gjë. Po tani që e mendoj është gabim, duhet ishte te dora tjetër. Jo, kisha këtu mirë për ku ta vëprit, nuk e nxën. Ta Ku e lë kishe? këtu mbi i lirë. Ta lë këtu. Le të bjeri rastësisht tu dhe ti u humbet pa dashje. Dikush do më inkuadroj këtu edhe ta bëj lajm të fejua. Dhe nuk ka treguar. A ka patur ndonjë lajm që me vërtet ka bezdisur shumë dhe të është dashur të marrësh telefon, portalin, të është hiqe këtë lajmin? Ka pas lajme të tilla bilezi ishte një i fundit që më shqetësoi në fakt, pavarësisht se nuk e bëra të madhe, sepse jam përgatitur edhe me këtë pjesë. Ishte Samantha i merr me Renxhit në reperat kosovar. Edhe unë e pa, ndërkohë që kontenti ishte komplet tjetër gjë. Okej, konteksti ishte tjetër, po titulli ishte shumë absurd, shumë banal. Tash o zot se do filloj tani të bëj bashkëpunim vetëm me femra. E kështu, Samantha ndryshon bindje seksuale. Po pritet. Pritet tjetë ky lajm. Tani, meqenëse ti ke patur ditëlindjen, unë doja të të uroja në mënyrën time. Shumë interesante, po se di se sa gati jemi se ne jemi çik rëmuj, domethënë këtu. A mund të mbyllosh pak syt të lutem? Se u vdes për të bërë një çik surprizë aty gjë. Mbylli syt, jo më jo çfarë trëm. Jam bërë njëri i paq tani. Okej, të mbyll syt. Nuk trëm më njerëz. Mbylli syt, mbylli, mos i hap syt, mos i hap, mos i hap, mos i hap. Mos i hap, mos i hap, mos i hap. Samantha, mos i hap syt. Po bëj yoga këtu, pa. Okej. Se qa po më thoni, po flisin të gjithë. Tani hapi syt. Shumë urime për ty. E kemi bërë vetë. Jesh shumë e mirë. E di çfarë pa Okej, sot? kjo është, do bëjmë pis, më duket. Jo, pse asgjë. Është lëmbac? Jo. A mund të presësh pak të lutem? Po forë si Rihanna te klipi vet. 3, 2, 1. E shem që nuk më bërë pis. Ja. A mund të hyem pak me shllakën e ty? Okej, në rregull. 3. Jo, komplet. Jo, ashtu. Okej, hajde kështu për. Okej, 1, 2, 3, 4, 5. Okej. Gëzuar ditëlindjen. Mos ma hedhësh. Nuk do ta bëj. Apo ta japun që Faleminderit shumë. Si nuk më le të bëja Faleminderit. gjik me tortë të bëja kështu Ja, rrëmuj po bëjmë edhe këtu. Okej, Ja. shumë bukur dukesh tani. Gëzuar nga gjithë, ne kështu do të turonim. Faleminderit Mendoj të shumë. shpërtheten më shumë, do ja kthej asaj shitës të humbas, tash do shpërtheten çik më shumë, por nuk shpërtheu Se fare. kuptova hirën kuptova, tënde, se e e dija ke që që ti e ke diçka brenda kështu. Gëzuar nga gjithë stafi, na ke kënaqur me këngët e tua. Faleminderit shumë. Faleminderit, është surprizë shumë e Ta lë tani të përqafoj si njerëz. Problemi është që unë s'po gjej rehat me flokët sot, si bëhet. Po kush do ta ketë mendjen tek unë kur flasim për tunën, për shembull dhe për ndryshimet që mund të ketë pësuar tuna në kaq shumë vite karrierë. Ne kemi 2 foto të ndryshe, edhe më saktë dhe më shkoqur që i sillim sot në Fandi, për t'i bërë dhe skanimin tunës, si ka qenë dhe si është bërë. Ndërkohë më thot Tina, thuhet si vajzë pa përgjegjshme, nuk e di kush është fotoja e parë, do të thënë, si është apo si ka qenë? Si ka qenë dikur? Ne e shohim bashkë tani në monitor di unë në ekranin e shtëpisë tuaj edhe themi disa gjëra interesante për tunën. Ja ku e kemi me foto provokative gjithmonë ka qenë një vajzë shumë seksi që prej fillimeve të karrierës, Tuna ka qenë ekstravagante, ka gëzuar me lukun edhe me tekstet tepër pikante. Mund të themi 100% se është nga të paktat këngëtare që ka bërë çdo ndryshim të mundshëm në pamje dhe interesante është që çdo gjë i rrinte me vërtet shumë mirë. Si është Tuna sot? Hajde ta shohim pak bashkë. Ja ku është Tuna sot? Nuk e mohem dot titullin e një ndër këngëtarëve më seksi, tashmë një këngëtare kompletuar, një look tetë i kuruar gjithmonë, vesh fjalën në më të fundit të modës. Gjithashtu vitet e fundit janë vënë edhe format perfekte trupore, është bërë tërësisht bjonde kohët e fundit si kundërdeshën dhe gjithmonë e ka barku njarë, se normalisht ka bërë muskël barku dhe si mos e ketë barku njarë Tuna. U kënaqur dhe pa Tunën, kaq ishte. Për më shumë ta ndiqet në Instagramin e saj se po kaq foto seksi dhe interesante ka. Ne do të sillim tani këngën që verën e kaluar ka qenë një super mega hit për shembull, ku Tuna ishte me Kozman, edhe profesionalisht, edhe privatisht. Ne shohim bashkë.
till this paradise. Shqyr që ishin kamerat e fikur dhe kështë dëgjuar mua duke stonuar si kur më parë, se do bëja këtë pjesën e muzikës. Këtë mezi e bën Justin Bieber, do të thënë që është muzikant dhe pretendoja ta bëja unë. Kur je në delir, është komplet e sigurt kjo. Gjithsesi, do të flasim për një çështje që shpesh herë kemi folur mbas dhe gjykuar që këtu në Fande. Kur shikoni çurin e Will Smith, Jada Smith, 17 vjeç kë, që vishte jo me fustanella, jo lyente gishtat manikyr, e të tjerë, po secili ka qefin e vet se për atë punë, do ky vishet më shumë në stil femëror, vishet kyç është djalë se sa unë, se unë ja fus ndonjëherë tuta çunash për shembull. Ndonjëherë si shumë herë. Gjithsesi, ai ka shpjeguar se pse e bën këtë të fundit gjatë një interviste që ka dhënë, ishte ky 17 vjeçar që tha sa fjali shumë të bukura, ma besoni. Ka shpjeguar se është vendosur kështu për të thyer barrierat në stil dhe për bërë atë që me të vërtet ai don. Mbi të gjitha, ka treguar kështu që unë po marr mbi vete barrën e një gjeneracie të re që do të vi, për të treguar fëmijëve të mi dhe gjeneratave që do të pasojnë, që këto janë gjëra shumë të normale dhe përkohëtime që mund të vishin si t'ju dojë qefi. Mbi të gjitha ka thënë një gjë shumë të bukur në fund fare. Na doli shumë vizionar, këtë e kuptuam. Ka thënë që mësimi më i mirë që ka marrë nga prindrit e mi është të jem vetvetja me çdo kusht dhe kështu që unë po bëhem vetvetja dhe në këtë pikë ne jemi të gjithë dakord me të për sa kohë është vetvetja. Po dhe ju do jeni dakord me mua kur them që kënga çdo vit tani është shumë e bukur. Britanikët, pa çka sa ti emote nuk është gjithmonë në maksimumin e tij, janë dashuruar pas këngës së Jonas Blue që vjes bashkë me JP Cooper, Perfect Stranger. Edhe unë jam dashuruar, që është e vërteta. Shohim bashkë. Nuk e di, Dafina po e vonon shumë hitin e verës. Unë kam një ide që ajo do vime në një bombë artistike. Ma besoni këtë thunë, do vime në një këngë shumë bukur. Gjithsesi, deri më atëherë vazhdon të qarkullon shumë vërdall. Madje javën e kaluar në Flagship Top 10, në playlistën e këngëve më të mira muzikore që ne e luajtëm të premte këtu në fat dhe ishte në vendin e 10 kënga Ani Ani Rina, Ani Ani Pina, që është shumë e bukur mbetet bashkëpunimi me Chaos. Unë se kam një fije që m'del jashtë orbite këtu dhe po më bezdis. Kam që të rregullova tani. Kështu që mund vazhdoni të votoni në interval.al/top10 këngën tuaj të preferuar shqiptare dhe në të premten sillim playlistën Like Shqip Top 10, charti muzikor i këngëve më të mira shqip, sipas votave tuaja ka vendi vjet tek vendi i parë, edhe të dielën ne jemi në In Radio 105.7 unë dhe ju për dëgjuar kështu edhe një herë zi këngët më të bukura dhe më të mira shqiptare, gjithmonë duke kalkuluar votat që ju jepni në website-in interval.al/top10. E meqenëse jemi le të mbetemi edhe në pjesën e mbetur të ditës dhe bëjmë kështu një parakalim me gjërat e bukura që sjellim në televizion në pjesën e mbetur të ditës që nuk duhet ju humbisni. Në orën 16, në orën 18, 2.00 që i bie ora 6, keni Geek Room ritransmetim që për gjithë geeksa që vdisni për këtë muhabetet e teknologjisë. Ju pret Jonka për qefin e tij dhe për qefin tuaj. Një orë më vonë vjen Gossip Girl me Albën për t'ju rrëfyer kështu thashë temet më pikante të gjithë javës, çfarë ka ndodhur dhe ato intervistat interesante ku vë përballë personazhe të famshëm. Në orën 20:00 do të flasim për fituesit e kampionatit evropian. Portugalia fitoi urime për Portugalin dhe gjithë ato që ishin me Portugalin. Tani u smar vesh nga futbolli, ju e dini shumë mirë këtë, por Rudi dhe Mateo dinë dhe kanë çfarë t'ju thon sot në takimin e mbrëmjes në 20:00 për t'u spostuar një orë më vonë, praktikisht një orë gjysmë, në 21:30, ku vjen një film për të gjithë ju, prit pak një vrasës, kopjat i quajtur Cinderella, vjet pas një grupi studentëve të gjimnazit Grizzly Lake. Ua, gjithçka bëhet akoma më shqetësuese kur ai vendos të vrasë një nga këto që ka me vrasje. Interesante, unë them ta shikoni, por para kësaj ju sjell Dafinën me Ani Ani Rina, Ani Ani Pina. Tani që mbaroj Europiani, a do të thotë që ne këtë këngë duhet ta dëgjojmë? Do të thotë shkojmë me afas kadence, vesh akase, so këngë që është e bukur dhe të krijon pozitivitet dhe ndjesi të mirë, është mirë ta dëgjoni kurdoherë. Mbushni ditët tuaja me muzikë, se është më të vërtet relaksuese dhe qetësuese. Tani, edhe kur bëhet fjalë për një këngëtar që është zhdukur. Dhe ne shpeshherë bëjmë këtu në Fande, e keni vënë bëjmë atë wanted, kërkojmë këto që janë zhdukur, kështu që në Facebook Interval Benja kishim një pyetje, sa i takon personazhe që dikur ka bërë namin me këngë shumë të bukura, për shembull West Side Story, Hold Chike Chike, Luje Belin Chike ose mesazhe që ka qenë shumë e bukur. Për momentin nuk ndodhen në shtëpi. Ajo introja interesante që ka patur, se e pa shumë e kishit komentuar West Side Family. Po flasim për artistë që do doni ta riktheni më të vërtetë edhe një herë në tregun muzikor shqiptar, se mbase na dëgjojnë këto dhe rikthehen prej të vërtetë. Kështu le të kalojmë pak komente që kanë bërë gjithë fan lovers. Duke nisur ku e lash se mbaj mend, po kap dikun. Ambra
Thot hej Fatma, unë do doja që ti të hysh në tregu muzikor. O zoti madhe atje. Unë jam e tepër se kemi ball, mjaftueshëm pa dëmendje. Reddy Swift thot One Direction të put nga Londra. Ua, nga Londra, e puthim shumë Reddyn. Linda thot Adelina Ismaili, Leonardo thot Vaçezelën, Sirom Lona thot Piro Çako. Unë Piro Çako si kam dashur shumë një këngë hej me mbrëma. Vetëm sonte unë kam dalë pa plan. E di përmendesh këtë këngë, ka pasur kënga magjike. Enes thot Luara, që unë nuk e kuptova kush është Luara. Përshëndetje thot dikush tjetër, do doja të shija Stinen. Ai Stinen, që ja rregulloi unë, ka një këngë shumë të bukur, por nuk e di pse po mendohet kaq shumë për ta nxjerr. Geni thot asnjë. Ndërsa Grisela thot West Side Family, Dash Nordikën thot dhe Qifi, Petrit Lulo, Luan Zhego, Piro Çako dhe këngëtare më të mirë gjitha kohërave thot, që ka bërë për vetë gjithë shqiptarët me ATZ. Okej, nuk e lexoj dot këtë, më vjen shumë keq. Angela thot West Side Family, Alejandro thot unë do doja të riktheja Big Mamën. Nuk e do vi Big Mama, do filloj të bëj një këngë. Shiko, dikush më ka nisë një poezi shumë të bukur. Unë dua ta lexoj këtë poezi, kështu që le t'i lëm komentet me kaq, unë filloj të lexoj poezinë. Por para kësaj, do t'i bëj një screenshot me mbase e nxjerr në rrjetet e mia sociale fal 4G Telekom Albania. Ne do ndahemi tani, po ditët bëhen gjithmonë më të bukura kur ti ke njerëz që doin pranë vetes dhe mund t'i sjellësh shto kudo ku ndodhen fal paketeve të shumta që Telekom Albania sjell për herë të parë në Shqipëri. Në telekom.com.al ti updatohesh dhe e bën ditën më të bukur se ky është rrjeti që na bashkon në Europë. Bëni qek sot, takojmë nesër, mirupafshim.